Uroj t'jeni mirë. Sot do të flisja për vazhdimsinë ose përditshmërinë brenda nesh dhe trupi jonë. Më duk shumë interesante dhe e nevojshme në momente kisha këtë mendim për të trajtuar këtë temë, këtë gjë shumë thelbësore, për të sjellë sadopak vëmendje tek ju rreth vazhdimësisë ose përditshmërisë së tuaj dhe të dëgjuarit të trupit. Por çfarë është më konkretisht përditshmëria dhe trupi jonë? Ne jemi gjithkohës në ndërveprim brenda vetes tonë dhe gjithkohës duke interpretuar brenda vetes atë se çfarë na ndodh apo çfarë perceptojmë me ndjesitë tona brenda trupit, si që janë dhimbjet, rrëkimet, nivelin emocional. Duke interpretuar vazhdimisht brenda nesh, por asnjëherë duke tentuar që t'i kuptojmë apo të pyesim brenda vetes çfarë është kjo, pse po ndodh, edhe pse kjo dhimbje mund të jetë momentale, pak më e gjatë apo shumë më e gjatë, ne nuk ndalemi, të paktën në të shumtën e rasteve, ne nuk ndalemi apo nuk kemi kuriozitetin më të vogël për të kuptuar se çfarë po na ndodh. Por si të thuash, tërhiqemi brenda vetes nga hallet, problemet e përditshme brenda vetes tonë. Derisa ndoshta kjo dhimbje bëhet e padurueshme, saqë je i detyruar të kthehesh apo të kërkosh për një zgjidhje. Ne, si që thash, interpretojmë brenda vetes çdo gjë që perceptojmë në ndjesitë tona, por nuk ndalemi asnjëherë për të kuptuar apo ndoshta për të kërkuar një zgjidhje. Jemi gjithkohës të tërhequr nga ajo se çfarë ndodh brenda kokës sonë.
me shumë të drejtë, dikush mund të thotë, por si mund të dëgjoj trupin tim? Ne, si që thash, e dëgjojmë gjithkohës trupin tonë, sepse jemi ai, e përjetojmë çdo gjë. Jemi trupi ynë, jemi mendja jonë, jemi identiteti ynë, jemi gjithçka që na bën që jemi. Por të tentosh të kuptosh trupin është të jesh me trupin dhe brenda trupit. Do të thotë të jesh i vetëdijshëm brenda vetes, të jesh thellësisht të tashmen dhe të jesh me atë se çfarë përmban trupi yt. Kjo është nga ana teorike, të jesh me trupin, kërkon hapësirë të konsiderueshme brenda vetes sonë, që ne të distancohemi nga mendja jonë dhe të qëndrojmë me trupin tonë. Të tentojmë të dëgjojmë trupin tonë është gjëja më e mirë, është nderi më i madh që mund t'i bëjmë vetes, duke u larguar nga ajo se çfarë ke në kokë dhe qëndruar brenda vetes, duke rritur hapësirën të tashmen, frymën e paqet brenda vetes. Dhe sa më shumë ne rrisim hapësirën brenda vetes, ne aq më shumë fillojmë të pastrojmë dhe të lidhemi më shumë me veten. Ka shumë mënyra që çdo kush mund të tentojë të lidhet me trupin e vet, duke qëndruar shtrirë në kurriz, në ambiente të qeta, duke në thojza medituar, duke ndjerë ecjen tënde, kur shkon diku, kur del për qef, kur qëndron vetëm. Gjithçka është t'i thuash vetes jam këtu, të ndjesh trupin, të ndjesh frymarrjen, të ndjesh, të prekësh trupin tënd, të ndjesh veten. Këto janë gjëra të thjeshta, por që na sjellin sa më në brendësi të vetes dhe jo duke jetuar në mizorinë e mendjes sonë. Trupi ynë na flet gjithmonë, me ato dhimbjeve, me ato kputjeve, me ato lodhjes,
në çdo gjë që e ushqem, qoftë nga ushqimi, qoftë nga punë e rëndë, qoftë nga keq trajtimi. Ne gjithçka ja bëjmë vetes. Të kujdesesh apo të kuptosh trupin tënd është të jetosh më shumë brenda vetes dhe jo në mendjen tënde. Kjo ishte pak a shumë për t'ju sjell sadopak qartësi rreth lidhjes së identitetit tonë me trupin tonë, për të kuptuar apo për të qenë sa më shumë të lidhur me trupin dhe frymën tonë të brendshme. Ju faleminderit për kohën tuaj, faleminderit që jeni me mua. Dëgjoni sa më shumë materiale të kësaj natyre, dëgjoni sa më shumë materiale të rreth vdesimit, rreth njohjes së vetes dhe do jeni më të harmonishëm brenda jush. Ju faleminderit për kohën tuaj, qëndroni sa më shumë me veten tuaj. Faleminderit.